Në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë, Nancy Van Horn, e ngarkuarja me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvilloi një takim të drejtë për drejtë me kryeparlamentarin Niko Peleshi. Në përfundim të bisedës, Peleshi theksoi se fokusi i takimit ishte konsolidimi i partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, me theks të veçantë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Me të ngarkuarën me punë të SBA-ve, diskutuan mbi partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes. Si aleate besueshme e NATO-s, Shqipëria mbetet e angazhuar për të kontribuar në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global, duke forcuar më tej rolin në arkitekturën euroatlantike të sigurisë. Takimi i Varnorën erdhi një ditë pas depozitimit nga kryeministri Edi Rama i ndryshimeve në kodin e procedurës penale që kufizojnë mundësinë e gjykatave për të pezulluar nga detyra 7 funksionarë të lartë, përfshirë ministrat, presidentin, kryeministrin dhe zëvendëskryeministrin. Një ditë më parë, kryeparlamentari Peleshi kishte firmosur gjithashtu urdhrin për mbledhjen e Këshillit mbi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të ministres Belinda Balluku, duke vendosur këtë temë gjithashtu në agjendën e institucioneve. Takimi midis Van Horn dhe Peleshit theksua në rëndësinë që Shtetet e Bashkuara japin konsolidimit të sigurisë dhe mbrojtjes në Shqipëri, duke forcuar bashkëpunimin strategjik dhe angazhimin e vendit në institucionet euroatlantike.